Sigurisht, dënë mi majtë edhe ata, në 70 kënaqshëm për edhe në tonus, se nesër mujnë mi vyt ata. Ata e në pjesë e rëndësishme e ekipit. Do në thonë, këto edhe dalimit të trenerat. Qysh i menaxhon lejtarët? Qysh e menaxhon Mbappen? Qysh e menaxhon atë tjetrin? Si i bind me të bind? Jo. Edhe për shembull lejtarët dikon kur shfaqin pak natësi, do më thonë dikon ka gabu treneri, nuk është lejtari me shfaq pak natësi që ju që jerëm një natë edhe për thotë Allah s'pon pëlqen treneri. Edhe pak natësia mbledhet. Ki lloj trenera, se tash jemi në botën e materializmit, jemi në botën e menaxherëve, jemi në botën e futat lejtarin që e ka menaxher filani, apo kupton, do më thonë këto treneri që është treneri korrekt, që është treneri që donë kush e meriton, që donë mi majtë ekuilibrat mrena skuadrës, ai kur s'ka probleme. Kur nuk ka probleme. Mirë po, do ta ketë shumë të vështirë që të menaxhoj këtë grup lojtarëve. Kush? Dësham kur s'ka pas probleme me taj, nuk ka sefte selektor që 2 ditë. Jo, aja ka shtuar kupën e botës. Gjenerat më e ri, pak trajner dhe dallon ndoshta se mund të themi që trajneri kur ka arritje, masën është pak më e vështirë për lojtarët, domethënë me morë te autoritetin trenerit.